Shefi NATO-s Mark Rutte tha se Aleanca do të bëjë çfarë është e nevojshme për të mbrojtur anëtarët e saj, përfshirë Turqinë, pasi ka interceptuar dhe shkatëruar 4 raketa të lëshuara nga Irani, që ishin drejtuar për në hapësirën ajrore turke gjatë javëve të fundit. Një antar e Aleancës mbrojtëse të udhëhequr nga SBA, Turqia, e cila kufizohet me Iranin, është kursyer kryesisht nga lloji akmarrjes që Teherani ka derdhur mbi vendet e tjera në lindjen e mesme, para armë pushimit. Forcat e NATO-s interceptuan raketa balistike të lëshuara nga Irani 4 herë, duke bërë që Aleanca të vendoste një bateri të re raketash Patriot në bazën ajrore Incirlik në Turqinë Jugore. Irani po përhap terror dhe kaos, dhe ju e ndjeni këtë dukshëm këtu në Turqi, u tha Rutte gazetarëve gjatë një vizite në kompaninë më të madhe të elektronikës së mbrojtjes në Turqi, Aselsan. Javët e fundit, NATO ka kapur me sukses raketa balistike të nisura drejt Turqisë nga Irani, në 4 raste të ndara, tha ai. NATO është e përgatitur për kërcënime të tilla dhe gjithmonë do të bëjë atë që është e nevojshme për ta mbrojtur Turqinë dhe të gjithë të tjerët, shtoi ai. Vizita e Rutte's vjen përpara një samiti të korrikut të udhëheqësve të NATO-s që do të mbahet në Ankara, duke vlerësuar progresin e bërë nga Turqia në fushën e mbrojtjes. Rutte tha: "Mund të mësojmë shumë nga ajo që po bën Turqia këtu. Kjo është e nevojshme sepse jetojmë në një botë më të rrezikshme, dhe kjo do të thotë se kemi nevojë për mbrojtje të forta për të mbrojtur sigurinë tonë." Sipas Rutte, Turqia ka kaluar nëpër një revolucion industrial të mbrojtjes. Shefi i NATO-s u takua ndërkohë edhe me presidentin Recep Tayyip Erdogan.